إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل لأبدرويم ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirteve dhe veprave tona, atë të cilën ne ozon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën ne lën në humbje me drejtsinë e tij nuk ka kush që ozon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut azza wa jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikura në fe. Nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit, Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ia kemi frikën e Allahut azza wa jall, me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ia kemi frikën e Allahut azza wa jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira e shlyn të keqen, mirë po edhe të silme me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Pak ditë më herët e përcjellim një musafir të bereqetshëm, një muaj të madh, ku gjithë ne u angazhuam dhe garuam në vepra të mira, dikush duke agjëruar, e dikush duke u falur, e dikush duke kërkuar se kush është i nevojshëm për t'i ndihmuar, dikush duke lexuar Kur'an, dikush duke bërë dua e kështu me radhë, e të gjithë e përcjellim këtë musafir me një mërzi dhe pikëllim që u ndam prej tij, mirë po gjithmonë e kishim dertin edhe e kishim ndjenjen tjetër, duke shpresuar se e kemi kryer një prej obligimeve që është kërkuar nga ne, dhe shpresën Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall do të na pranoj dhe do të na i falë gjunohet ishte prezente. Pra ishte ndjenje përzier mes mërzisë që po ndohen për këtij musafiri, mirë po dhe gëzimit që me lejen e Allahut azza wa jall ishim në gjendje me kry këtë obligim ndaj Allahut azza wa jall. Mirë po, pyetja që gjithmonë vjen pas Ramazanit është se e çka të veprojmë tash? E kjo është pyetje që duhet me avasa cilën e vetës, nga se kjo ka qenë edhe jo deri vetëm i neve, po gjithë muslimanëve, edhe është mirë njeriu me marr mësim edhe me këshill se si ka qenë halli i besimtarëve më hershëm, të cilët na kanë parakaluar edhe në kohë, edhe në këto vende, se si ka qenë gjendja e tyre, domethënë pas Ramazanit. Çështja e parë të cilën e kanë pas dert besimtarët e devotshëm pas Ramazanit ka qenë gjithmonë pranimi i veprave të mira në Ramazan. Ajo që gjithmonë i ka preokupuar ka qenë se si dolën për këtij Ramazanit. A ishëm prej atyre që të ishëm fetimtar, e të përgëzohemi, apo unë azant ishëm prej atyre të cilët dështuam e të ngushëlloheshemi. Nga se hadithin të cilën e kemi thonë edhe një javën e kaluar me sa diun, kur e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Aisha duke lexuar walladhina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila, dhe ata që japin kur japin në zemrat e tyre janë të frikësuara,
E ka pyetur Aisha radhiyallahu ta'ala anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se është fjala në këtë jetë për këta që të friksohen, ata që duke bërë mëkate, duke pirë alkool apo duke bërë immoralitet, e thotë jo Aisha, këta janë ata që të agjerojnë, e japin sadaka, e falen, mirë po kanë frikë që mos nuk u pranohen te Allahu azza wa jall. Pra deri te gjithë besimtarve pas kryes së obligimeve ka qenë se a u pranun të Allahu azza wa jall apo jo. Nga se ndonjëherë dhe shpesh herë nuk është për qëllim vetëm me bë punë, edhe me bë shumë punë. Mirë po është me rëndësi me i bë punë të kvalitet, me i bë me sinqeritet, me i bë në din me hadithet dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nesër mos më befason njeriu, mirë po me qenë domethënë për të pranuarve të Allahu azza wa jall. E thash kjo ka qenë deti i gjithë selefit. Aliu radiallahu ta'ala anhu tregon se realisht njeriu më tepër duhet me pas dert pranimin e veprës se edhe vetë veprën. Se nëse i pranohet njeriu një vepër, realisht është një dëshmi se Allahu azza wa jall e pas ka mundsuar me qenë njeriu për njerëzve të devotshëm. Nga se Allahu ka thonë innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu azza wa jall i pranon veprat për njerëzve të devotshëm. Pra, nëse njeriu e din apo thjesht shpeson që i pranohen veprat e mira, le të din se realisht është një prej dëshmive se Allahu azza wa jall e ka pranuar për njerëzve të devotshëm. Mirë po këtë çështje nuk do ta dim vetëm se kur dalim para Allahut azza wa jall do të takohemi me të. Atëherë do të dim hesapet se kemi qëndruar këtë Ramazan, se kemi pas agjerimin ton, se kemi pas namazin ton, leximin e Kuranit, duat e kështu me radhë. Mirë po, edhe pse nuk e dim këtë çështje, Allahu azza wa jall ka lënë argumente dhe ka lënë shenja që njeriu sot do pa ka mundësi me e ditë se ku e ka hallin dhe si është gjendja tina. E pe argumenteve dhe fakteve kryesore që me e ditë njeriu se si ka qëndruar dhe si ka punë të Ramazanin e kaluar është me shiku se si ka punë pas Ramazanit. Qofse është duke vazhduar me adhurime ashtu si ka qenë duke adhuruar Allahun azza wa jall, kjo është një shenjë e mirë se ka pas rezultat dhe efekt agjerimi i tina. Mirë por unë Zot, qofse i ka kthyer vazit vjetër e traditës së zakoneve vjetra ashtu siç ka qenë për Ramazanit, kjo realisht është një shenjë e keqe se realisht pak apo as pak ke përfituar për Ramazanit. E pra të thojmë se sa e mirë është e mira pas mëkatit, se puna e mirë e shlin mëkatin. Mirë por unë Zot, edhe sa e keqe është puna e keqe pas veprës mirë, nga se edhe kjo njëkohësisht ka mundësie me shkatru veprën e mirë. Pra të njeriu vëllezër të nderuar duhet mu përmendue që edhe pas Ramazanit me adhuruar Allahun azza wa jall ashtu siç e ka adhuruar në Ramazan. S'po them me qenë i njëjtit nivel, nga se realisht ligj Zoti e kalon se nuk ka mundësi njeriu me qenë adhuruesi i Allahut azza wa jall si në Ramazan si jashtë Ramazanit. Kështu as ka qenë as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin e Abdullah ibn Abbasit kur e ka përshkruar bujarinë e tij ka thonë ka qenë pejgamberi sa bujar, mirë po mos bujari ishte në Ramazan, që kuptohet se nuk ishte një sesi në Ramazan si jashtë Ramazanit. Apo në hadithin e Hudhaifës kur e ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se u shkatrova se kur jemi në prezencën tënde po na përkujton xhenetin e xhenemin e po na urrejtet imoni si me po xhenetin e xhenemin me sy ton. Mirë po kur po dalim po na preokupon familja, angazhimet e dunjas, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa'a fa sa'a. Herë kështu e herë ashtu, një moment kështu e një herë ashtu, që realisht nuk ka mundësi njeriu me qenë gjithmonë njësoj. Se i tregon pejgamberi sa ti sahabijut se sikur të ishet me qenë jo gjithmonë. Ashtu si jeni në prezencën time kur i dëgjoni këto këshilla, edhe me laçet kishin me ju përshëndet dhe me bë dua për ju rrugës. Mirë po, jeta kështu. Mirë po çofse s'ka mundësi me kon njeriu si në Ramazan. S'ka mundësi me agjeru si agjeron në Ramazan. S'ka mundësi me falë si ajo falet në Ramazan. S'ka mundësi me lexu Kur'an si lexon në Ramazan. S'ka mundësi me bë dua që është bën në Ramazan. S'ka mundësi me dhon sadaka si jep sadaka në Ramazan. Mirë po llojet e këtyre obligimeve nuk duhet me i lënë kurrë. Qofse ka pas agjerim, duhet me vazhdu me agjerim. Qofse ka pas namaz, s'po flasim për namaz, domethënë farz, se namazi farz
ajo nuk bjen kur në asnjë moment, asnjë rast, vetëm kur t'ia dorëzojmë shpirtin e Allahut azza xal. Mirë po nëse ke fal në namaz natës, e ke fal taravit, nëse s'mundesh me i fal 20 recate, s'paku fali 2-4 recate që me pas një lloj këtij adhurimit. Nëse ke nxjerr zeqat në Ramazan apo ke dhënë sadaka për gjithë në Ramazan, mos shkon në më të muaj edhe kur mos me dhon kur gjë nga pasuria jote. Apo thjesht ke lexuar 2 xhuza, 3 xhuza, 4 xhuza, domethënë Kuranit, domethënë të hatmet të Kuranit, mos shkon tash ditë e muaj e mos me qel domethënë Kuranin. Apo nëse ke bërë çdo mbrëmje, domethënë adhurim, edhe ke lutë Allahun azza wa xal, mos shkojnë domethënë ditët e javës edhe kur mos mu vetmu një herë me Allahun azza wa xal edhe me ngrit durë te Allahu azza me thon o Allah pranon veprat tona, o Allah falë mëkatet tona, o Allah udhëzon neve familjet tona ashtu më radh. Thjesht nëse mundem me qenë si në Ramazan, mirë po llojet e këtyre adhurime mos të lajmë nga se realisht kjo është një prej argumenteve dhe fakteve që është pranuar Ramazani jon e jo me qenë runa Zot, si ajo gruaja e cila ka përmendur Allahu azza në Kur'an, e cila e punon një punë me dorë të saj, e që ndis mirë, e masandej në fund në ditës fillon edhe prish ka daldale, apo siç i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një prej shokëve të tij Abdullah ibn Amr ibn Asit, mos u bë si filani i cili u fal të natën edhe e la. Mos u bë si filani i cili fal të namazin e natës e la, nga se besimtari duhet me pasi tradit që kur të nis një vepër të mirë, edhe në qoftë se s'është e madhe, mirë po me bë vazhdimsi, nga se kjo ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një punë kur e niste e vazhdonte edhe kështu i edukonte shokët e tina, që punët të cilat fillojnë me i bë të mira, mos milon, mos me kon ato sezonale, mos me kon Ramazan, se ai Zoti i Ramazanit është edhe në muaj tjera. Qofse kemi madhruar Ramazanin, Ramazani ka shku, mirë po ka mbetur Allahu azza xal i cili është i pafallim dhe pambarim, ai i cili realisht na begaton me të mirët e tina, që duhet falenderuar vazhdimisht, është akoma më gjallë. Ati të cilët realisht vazhdimisht i bojnë mëkate, ati duhet kërkuar vazhdimisht falje. Ai i cili i jem bikqyrën e tina vazhdimisht duhet mja pas frikën e tina. Thjesht çdo vepër që na ka shtyr me bë vepra të mira, çdo bindje që na ka shtyr me bë vepra të mira në Ramazan, ato bindje vazhdojnë se Allahu azza xal është krijuesi Zoti e ne jemi robi, e robi gjithmonë është i përulur dhe nështruar dhe Allahut azza wa xal. Mirë po, kjo çështja njeriu me vazhdu dhe zërë të ndëruar në adhurime pas Ramazanit nuk vjen vetvetiu. Duhet me i marë disa sebepe, edhe duhet me i pas konsideratat të sebepe. Edhe nuk po du me folë për gjithat për to, vetëm do të kaloj shkurtimisht me i përmenja 3-4 sebepe që njeriu t'ja mundësën me vazhdu në adhurime dhe më thonë edhe pas Ramazanit. E para atyre dhe zërë të ndëruar është që njeriu gjithmonë me konë lidhje me Allahun azza wa xal, me kërkun ndihmën e tina dhe me ju lut atina. Se as në Ramazan s'kemi mujt me adhuru Allahun azza wa xal, po mos na udhëzon te Allahu azza wa xal. Se kemi treguar se nuk jemi më të mençurit ne, nuk jemi më të dishrit ne, nuk jemi më të fuqishmit ne. Thjesht edhe na jemi se ata tjerë që s'kan agjëruar. Mirë po Allahu azza wa xal ka dashur, na ka bërë musliman. Allahu azza wa xal ka dashur me qenë për atyre që të presim Ramazanin. Allahu ka dashur për qenë me kon për atyre që e frekuentojmë xhamiat e agjërojmë. Ai i cili na ka dhënë sukses në Ramazan, njëjtit Allah duhet mi kërkuar që me dhënë sukses edhe është Ramazanit. E kurse si njeriu më pas vetë pëlqen edhe mendu se këto gjëra edhe këto të mira i ka arritur dhe i ka nga suksesi i tij dhe mençuria e tij, mirë po gjithmonë më thon Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik, o te i cili rretullon zemrat, përforcon zemrat tona në fen ton, edhe kur ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa la takilna ila anfusina tarfata ayn. O Zot, me rahmetin tënde kërkojmë fuqinë dhe ndihmën tënde. Mos na lën me veten ton as son një çelë mshelsyt, nga se kaq mjafton një më shkatruar nëse se kem ndihmën dhe përkrajen tënde. Kjo është e para. E dyta, vëllezër të nderuar, ajo që na mundson me vazhdu njeriu në adhurim edhe pas Ramazanit është që njeriu me kuptu se gjërat e mira vijnë me angazhim, edhe nuk vijnë me përtasri
edhe duke qëndruar e duke mos punuar edhe lëvizur. Edhe nuk vinë nëse japon vetes hapësirë edhe liri që me bë çdo gjë që na vjen para dorësh edhe para syve. Mirë po me e kuptu se çdo e mirë e ka kostën e vet. Edhe udhëzimi e ka kostën e vet, ajo është që njeriu më u angazhu, me koni vendos, me bë sabër edhe gjatë namazit, edhe në xherim, edhe në sadaka, se për gjitha këto ka joshje që të tërheqën në anën e kundërt. Mirë po njeriu gjithmonë lidhet në Allahun Azza wa Jall, kërkon ndihmën e tina, edhe thjesht edhe nëse ndonjëherë dështon, prapë përsërit, domethënë atë punë të mirë, derisa Allahu Azza wa Jall t'ia mundson që të jetë i vazhdueshëm në të. Çështja tjetër më të nderuar që duhet me pas konsiderat është që njeriu të lidhet me xhamia dhe me njerëz të mirë. Se ajo që na lehtësonte është ajo atmosfera që krijon të Ramazani. Kur dhe njerëz tjerë ti paj shumë të agjeru, shumë ma letë në vike të me agjeru. Kur i paj shumë njerëz tjerë të u falë, shumë ma letë në vike më u falë. Kur i paj shumë tjerë të lezu Kuran, shumë ma letë në vike me lezu Kuran, me dhënë sadaka, me ba dua, kështu më radhë. E në qovë se tash ka shkuar Ramazani, thjesht xhamiat mos t'i harrojmë. Këta njerëz që na përkujtojnë ahiretin, na përkujtojnë vdekjen, mos t'i harrojmë. Ka pas prej selefit ka thonë se ndonjëherë kur kisha huti, mjaftonte veç me po Muhammed bin Wasi', ishte një prej dietarëve, veç kur ja pajsha fytyrën, tek mjaftonte edhe me përkujtuar me thon subhanallah, çfarë gjendje jam unë, edhe çish duhet me kon, edhe thjesht u përmirësoja. E si që ndron puna njeriu nëse është vazhdimisht në frekontimin e xhamive, edhe me njerëzve të mirë, nëse nuk blen parfym prej tyre, s'pa ko era e mirë ku me të ardh. Edhe çështja e fundit dhe të nderuar që mundson njeriu thjesht me kon i vazhdueshëm në ibadete edhe adhurime pas Ramazanit është që Allahu pe rahmetit tina e ka bërë që rrugët e mirësisë mos me qenë vetëm një. Ka namaz, ka agjerim, ka sadaka, ka mirësjellje, ka domethënë në respekt ndaj prindërve, respekt ndaj vjetrit, mëshirë ndaj triut, e kështu me radhë, që realisht domethënë punët e harit janë shumë të mëdha, që njeriu të mos më bë monetën vetëm një punë e mirë. Mirë po për secilën me gjetë vetën atë që thjesht i vën më lehtë edhe kënaqet me të. Pra ai s'li bën më tepër është më mirë. Mirë po për secilën me gjetë derën cilla thjesht ka mundësi më afro te Allahu Azza wa Jall. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se net pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i pyet kush për juve është agjërushëm? Tha Abu Bekri, unë. Kush për juve ka përcjell një xhenaze? Abu Bekri tha unë. Kush për juve ka vizituar një smut? Abu Bekri tha unë. Kush për juve e ka ushqyer të vafër? Tha Abu Bekri, unë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk bashkohen këto vepra të mira të një person vetëm se nesër ditën e gjykimit do t'i lejohet me hi pe cilës derë xhenetit don me hi ato dyrjen të lutem Allahun Azza wa Jall që edhe ne bëjmë vepra të mira, e të bëjmë vepra të llojshme të mira, e të vazhdojmë me vepra të mira edhe pas Ramazanit derisa të na vjen vdekja. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, dhe adhuro Zotin derisa të vjen vdekja, që nesër të thirrën prej njerëz këtyre dyrëve të xhenetit. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Dhe të nderuar, edhe nëse ka shkuar agjerimi dhe ka shkuar Ramazani, s'do të thonë që ka përfunduar i tërë agjerimi, nga se realisht agjerimi farz ka shkuar dhe ka përfunduar, mirë po ka me agjerim vullnetar, ajo është që njeriu të agjeroj të honë dhe tajte, të agjeroj 30 në muaj, të agjeroj ditën e Arafatit, të agjeroj ditën e Ashurës, e kështu me radhë. Mirë po, pas Ramazanit është mirë njeriu me përcjell Ramazanin me agjerimin e 6 ditëve të muajit Shawwal. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ai i cili agjeron në muajin e Ramazanit edhe e përcjell me 6 ditë Shawwalit është si me agjeruar tër vitin, se mira shpërblehet me 10.
një ditë me 10 ditë, 36 ditë, 360 ditë, e i tërë viti si kur është agjerim. Mirë po kjo është edhe një falendrim tjetër që Allahu Azza wa Jall mirë praktike e falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na mundsoi me agjeruar Ramazanin. Masandej kjo agjerim është edhe si plotësim i mangësive që kam mundësi me i pas njeriu eventualisht në agjerimin e tina, nga se dietarët thonë është si puna e namazëve nafile, me të cilat plotësohen namazet. Dhe nëse në ditën e gjykimit robi për çështën e parë të pyetet e tjetë namazin, nëse si ka plotësuar namazet farze, Allahu Azza wa Jall t'ia plotëson me namaze vullnetare. Edhe nëse ndonjëri ka mangësinë në agjerimet e tyre, agjerimi i këtyre 6 ditëve do të jetë plotësim me agjerimin e tij të Ramazanit, pra mos e lëni që tash derisa është dita e shkurt, edhe është freskët, edhe vetëm sa jemi mësuar me agjerue, që t'ju kalojmë këtë ditë pa përcjell, domethënë Ramazanin me 6 ditë Shevalit, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të ketë pranuar agjerimet tona, namazet tona, lutjet dhe gjadhërim që e kemi bë, në i falë mëkatet tona, mëkatet e prindërve tonë dhe këtë muslimanët në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.